Ish-kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar sot si kërcënim ndaj njerëzve të drejtësisë veprimin e kryeministrit Edi Rama, i cili citon fjalët e ish-prokurorit përgjithshëm amerikan për të komentuar vendimin e GJKK-s mbi pezullimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Sot Edi Rama apo Ramaduro i Europës me të merr dhe panik vetëm pak orë para shqyrtimit të apelit të vendimit të GJKK-s për pezullimin nga detyrat Ballukut në një akt pa shembull të mafioze kriminal, kërcënoi haptas me vdekje gjyqtarin dhe prokurorin e vendimit. Për të dhënë mesazhin mafioz, Rama nuk ju dërgoi atyre plumb në zarf, por citoi fjalët e një prokurori amerikan. Ky nuk është kërcënim për pezullimin e Ballukut, por drejt për drejt kërcënim me vdekje, sepse në aferën e tunelit të Llogaras dhe aferat të tjera Rama është hajduti i parë, lubia vjen fill pas tij. Berisha shtoi se të gjitha hapat e ndjekura nga SPAK dhe GJKK për pezullimin e zëvendëskryeministres janë ligjore dhe kushtetuese, madje edhe në formën më të butë që parashikojnë ligjet. Heqja e imunitetit dhe arrestimi i lubis do të ishte zbatimi i plotë i frymës së kermës së kushtetutës së vendit për qeveritarët dhe zyrtarët e lartë gjakpirës që pasurohen duke vjedhur qytetarët e tyre. Në vend të këtij vendimi, bazuar në kermën dhe frymën e kodeve të vendit, u vendos pezullimin nga detyra i hajdutes më të madhe në historinë e kombit. Partia Demokratike ka paralajmëruar rikthimin në protestë ditën e hënë pasdite poshtë zyrës së kryeministrit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke kërkuar dorëheqjen e Ramës dhe Ballukut dhe vënien e tyre përpara drejtësisë dhe korrupsionit qeveritar.